janë anijet të prodhuara nga fundi i viteve 80, me sa pash, domethënë dhe janë të shumë të mirëmbajtura, domethënë nga flota italiane, nuk e di formulën në cilën kjo anije do kalojnë në pronësitë shqiptar, nëse domethënë do blehet apo do dhurohet nga para italiane, pash që do kishte një ceremoni, domethënë në momentin e dorëzimit ku do marrë pjesë edhe ministri i mbrojtjes italian zoti Crosetto. Mendoj që kjo anije, domethënë do të shërbejë flotës luftërake detare, pra forcat tona të armatosura, domethënë për më mirë detyrën si vëndëtar i NATO-s, veçanërisht në Adriatik, pra që është një, domethënë, hapësirë detare me rëndësi të shtuar strategjike së fundmi. Cilat janë karakteristikat e kësaj anije, zotri Kaljakula? Po, e thashme, që hyn në klasin e anijeve das luftarakët e tipit korvet, është rreth 1700 tonë që është dislokimi i saj, domethënë, është rreth 80 metra i gjatë, dhe aktualisht nuk është shumë armatosur si anije praktikisht, ka një top 76 mm automatik, dhe disa arma antiajrore, po kjo mbetet ndoshta për të parë se dhe mund të modifikohet, po nuk jam në brendësi të kësaj çështje për të mund të komentuar më tej. E qartë, zotri Softa, gjithmonë brigjet e detit mes dhe bën teme diskutime, sidomos kur kemi të flasim për politikat ruse. Pse mendoni se në këtë moment edhe Shqipëria po e merr një anije të tillë? A është ndonjë kundërpërgjigje, diçkaje, apo thjesht është një hap para në zhvillimin e saj në strukturat e NATO-s? Shqipëria në kuadrin e strukturës të NATO-s sigurisht ka kërkuar gjithmonë që të jetë në një raport me armatimin sipas edhe kërkesave të vetë NATO-s. Ka kërkuar dhe ka filluar kompletimin për një flotë helikopterëve, të cilët janë 2 të marrë dhe deri në 2030 mendohet të jenë 6 helikopterë të tillë, pra është kuadri i programacionit të saj për të furnizuar me armatim dhe njëkohësisht edhe për kualifikimin e personelit të saj. Dhe kjo anije që po kërkon, ose zoti Rama nuk e ka bërë publike emrin dhe tipin e anijes, por pak a shumë ne kemi një informacion paraprak. Zotria foli për emrin e kësaj anije, e cila për publikun, për ta kuptuar, është anija që ka bërë dhe shoqërimin e emigrantëve nga Italia në drejtim të Gjirit Lezhës. Pra ashtu duket. Po ajo është anija, është një anije e cila ka ka një top të kalibrit 76-62, 2 mitrailleuses dhe ka një bazë të mbajtjes së një helikopteri. Pra ka pjesën e sipërme ku mund të mbajë një helikopter për të ushtruar për të kryer operacione në det. Janë anije të cilët nuk janë shumë të reja, edhe pse Italia është e shquar në kuadrin e një kompanie shumë të madhe që ka Italia, quhet Finmeccanica, që ka një buxhet rreth 240 miliardë euro në vit, është një nga industria e luftës, po i quajmë të Italisë, që prodhon kryesisht helikopterët, Agosta, por njëkohësisht edhe anijet luftarake. Por kjo anije sigurisht nuk është e re, flitet për një anije e cila ka disa vite në treg e prodhuar, por e mirë mbajtur që do t'i jepet ndoshta dhuratë ushtrisë shqiptare. Kryesisht përdoren për patrullim në zona të thella në det, pra në det të hapur, dhe është fleksibël për sa i përket operacioneve ndryshme ushtarake që mund të kryen në det. E qartë, zoti Softa, por në fakt përpos këtij zhvillimi që lidhet me këtë super luftë anije, pra Edi Rama ka folur gjithashtu edhe për flotën e helikopterëve, por ne kujtojmë që Shqipëria nuk ka një shkollë aviacioni. Si do të funksionojë kjo? Mendoni se do duhet punonte në këtë drejtim? Një deklaratë e kryeministrit Rama është dhe rikthimi në shkollën e fluturimit, pra të aviacionit. Sipas tij ka deklaruar që do të jetë një shkollë me një partneritet të huaj, nuk e bën publik emrin e partnerit ndërkombëtar që do të krijojë një shkollë të tillë, por ndoshta mund të jenë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ose ndonjë tjetër antar i NATO-s, sepse nuk besoj që NATO të lejojë të futen jashtë strukturës NATO-s ose partner të cilët duhet merren kryesisht me përgatitjen e deri më sot ato çfarë kanë përgatitur pilotët janë përgatitur në Shtetet Bashkuara të Amerikës. E qartë, doja ta bëj kështu një pyetje pak e cila lidhet edhe me atë se